Mirëmëngjesi të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 30 janar dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që të ndiqni. 30 janari është dita 30 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit ka mbetur edhe 335 ditë. Ngjarje. 1649. U vra Charlesi i parë i Anglisë. 1661. Oliver Cromwell ritualisht u ekzekutua 2 vite pasi kishte vdekur. 1897. U themelua në Sofje me nismën e shoqërisë Dëshira, shtyp shkronja Brothësia. 1919. SBA një Republikën e Polonisë. 1933. Adolf Hitler, kancelari i Gjermanisë. 1948. U vra pacifisti hindus Mohandas Karamchand Gandhi nga ekstremisti hindus Nathuram Godse. 1964. Programi Ranger u lansua Ranger 6. 1976. George H.W. Bush u bë drejtori 11 i CIA-s. 1982. Richard Skrenta shkroi kodin e virusit të parë kompjuterik i quajtur Elkloner, që është 400 rrjeshta i gjatë dhe merret si një program për rinisje të kompjuterave Apple. 1994. Peter Leko u bë mjeshtri i malli shahur, më i riu në botë në atë kohë. 1996. Gino Gallagher, udhëheqësi dyshuar i Indlas, u vra duke pritur në rrallë dhe përfitimet e të papunësuarve. 1996. Kometa Hyakutake u zbulua nga astronauti amator japonez Hui Hakutake. 2005. U zhvilluan zgjedhjet parlamentare në Irak. Në vitin 1649, mbreti Charlesi i parë i Anglisë u ekzekutua pas një gjyqi për tradhti, duke shënuar një moment të rëndësishëm në historinë britanike. Ndërkohë, në vitin 1933, Adolf Hitler u emërua kancelari i Gjermanisë, një vendim që të ndryshonte rrjedhën e historisë botërore. Kjo datë është gjithashtu e lidhur me një tragjedi të madhe për Indinë, pasi në vitin 1948, lideri shpirtëror dhe politik Mahatma Gandhi u vra në New Delhi. Në botën e muzikës, në vitin 1969, The Beatles dhanë performancën e tyre të fundit në publik në terracën e Apple Corps në Londër. Lindje. 1882. Lindi Franklin Delano Roosevelt, presidenti i 32 i SBA-s. 1924. Lindi Dorothy Malone, aktore amerikane. 1926. Lindi Tish Daia, kompozitor shqiptar. Kjo datë ka sjellë gjithashtu në jetë figura të shquara. Në vitin 1882, lindi Franklin Roosevelt, presidenti i 32 i Shteteve të Bashkuara dhe një nga liderit më të rëndësishëm të kohës së luftës së dytë botërore. Po ashtu, në vitin 1927, lindi Olaf Palme, kryeministri suedez që la gjurmë në politikën ndërkombëtare. Bota e kinemas feston lindjen e aktorit të famshëm Gene Hackman në vitin 1930, ndërsa në vitin 1951 muzika fitoi një yll me lindjen e Phil Collins, këngëtar dhe baterist legjendar i grupit Genesis. Më vonë në vitin 1981 lindi futbollisti i njohur bullgar Dimitar Berbatov. Vdekje. 1649. Vdiq Charles i parë, mbreti i Anglisë dhe i Skocisë. 1948. Vdiq Mahatma Gandhi, aktivist etnik nga India. 1951. Vdiq Ferdinand Porsche, inxhinier i automobilizmit austriak, krijues i Volkswagenit. 2010. Vdiq Fadil Ferrati, politikan.
Ndërkohë kemi veçuar për ju biografinë e Franklin Roosevelt, i cili ka qenë një avokat dhe një politikan i njohur në Amerikë dhe ishte për një periudhë të caktuar kohore presidenti i 32 i SBA-ve. Ju ftoj që ta ndiqni. Franklin Delano Roosevelt, 30 janar 1882, 12 prill 1945, i referua shpesh me inicialet e tij FDR. Ishte një politikan dhe avokat amerikan që shërbeu si presidenti 32 i Shteteve të Bashkuara nga viti 1933 deri në vdekjen e tij në 1945, si udhëheqës i Partisë Demokratike. A i fitoi 4 zgjedhje presidenciale rekord dhe u bë një figurë qendrore në ngjarjet botërore gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20. Roosevelt drejtoi qeverinë federale gjatë pjesës më të madhe të depresionit të madh, duke zbatuar agjendën e tij të brendshme New Deal në përgjigje të krizës më të keqe ekonomike në historinë e SBA-s. Ai ndërtoi koalicionin New Deal, i cili përcaktoi liberalizimin modern në Shtetet e Bashkuara gjatë të tretës së mesme të shekullit të 20. Mandatet e tij të tretë dhe të katërt u dominuan nga lufta e dytë botërore, e cila përfundoi me fitore pak pasi ai vdiq në detyrë. I lindur në familjen e shquar Roosevelt në Hodge Park, New York, ai u diplomua në shkollën Groton dhe kolegjin e Harvardit dhe ndoqi shkollën juridike të Kolumbis, të cilën e la pas. Kaloi provimin e jurisprudencës për të praktikuar drejtësi në New York City. Në vitin 1905, ai u martua me kushërin e tij të pestë, Eleanor Roosevelt. Ai kishte 6 fëmijë, nga të cilët 5 mbijetuan deri në moshën madhore. Ai fitoi zgjedhjet për Senatin e Shtetit të New Yorkut në 1910 dhe më pas shërbeu si ndihmës sekretari i Marinës nën presidentin Woodrow Wilson gjatë luftës së parë botërore. Në vitin 1921, Roosevelt kontraktoi një sëmundje paralitike të diagnostikuar si poliomelit dhe këmbën e tij u paralizuan përgjithmonë, ndërsa përpiqej të shërohen nga gjendja e tij. Roosevelt themeloi një qendër rehabilitimi në poliomelitin në Warm Springs, Georgia, dhe pse i pa aftë për të ecur pa ndihmë, Roosevelt u kthye në postë publike pas zgjedhjes së tij si guvernator i New Yorkut në vitin 1928. Ai shërbeu si guvernator nga viti 1929 deri në 1933, duke promovuar programe për të luftuar krizën ekonomike që pushtoi Shtetet e Bashkuara. Roosevelt fitoi rizgjedhjen në zgjedhjet presidenciale të vitit 1944 në platformën e tij të rimëkëmbjes pas luftës. Shëndeti i tij fizik filloi të binte gjatë viteve të mëvonshme të luftës dhe më pak se 3 muaj pas mandatit të tij të katërt. Roosevelt vdiq më 12 prill 1945. Zëvendës presidenti Harry C. Truman mori detyrën si president dhe mbikëqyri pranimin e dorëzimit nga fuqitë e Boshtit, që nga vdekja e tij disa nga veprimet e Rooseveltit kanë qenë nga kritika thelbësore, të tilla si zhvendosja dhe internimi i amerikanëve japonezë në kampet e përqendrimit. Megjithatë, ai renditet vazhdimisht nga studiusit, shkencëtarët politik dhe historian si një nga presidentet më të mëdhenj në historinë amerikane. Dhe tani do të kemi në rubrikon kuriozitete ku sot do të flasim për salcën e sojës. A e dini se si është krijuar salca e sojës? Thuhet se rrjenjët e salcës së sojës mund të zhurmohen në një salcë të quajtur jan në Kinën e lashtë. Kjo filloi nga tërshia e lëndëve të para në krip për të ruajtur ato. Dhe kishte varietete të bazuara në fruta, perime dhe alga deti, në mish dhe peshk, vetëm në mish dhe në drithra. Lloji gruri, duke përdorur oriz, grur dhe sojë, mendohet të jetë arkitekti i salcës së sojës. Nuk është e qartë se kur ishte fjala për Japoninë me emrin Hishio, por sipas kodit Taiho, Hishio i bërë nga soja do të bëhej me Institutin Hishio që i përkiste divizionit të kuzhinës të Agjencisë Imperiale të Shtëpive. Në terma moderne, ai Hishio ishte një mes të rrugës midis salcës së sojës dhe pastas miso dhe duket se ka arritur në tavlinat e ngrënies së banketeve të pallatit. Pas kësaj filloi prodhimi i pastas miso duke përdorur metodën kinazhi, që Murguzen Kakushi e solli nga Kina në vitin 1254 në epokën Kamakura. Thuhet se ndërsa po amosonte ato metodë miso bërjes fshatarëve në Kishojusa, ai vuri re se lëngu që dilte nga Hishio kishte shije shumë të mirë dhe u bë ajo tani njihet me emrin si salcë soje tamari.
Metodat e prodhimit të salcës së sojës që thuhet se kanë lindur në Kish USA vazhduan të përparonin më pas. Rreth vitit 1580 në epokën e tenshë, salca e sojës tamai mendoi të jetë shitsi i parë i salcës së sojës në Japoni, filloi të sheh salcë soje dhe pas miso. Ekziston një rekord nga viti 1588, viti tenshë 16, prej rreth 18.000 lloje salcash tamari që u dërguan nga Kishu në Osaka. Kjo sugjeron që salca e sojës ishte tashmë një domosdoshmëri e përditshme midis banorëve të qytetit të Osakës. Në Kanto, nga ana tjetër, salca e sojës kishte ardhur por nuk po prodhohej. Kjo sillej nga Kansai. Quhej salca e sojës skudari dhe do të thotë që se sjell nga kryeqyteti. Me fillimin e periudhës Edo dhe mbretërimet e Gernoku dhe Kyoho, popullsia e Edos po rritej. Filloi prodhimi i salcës së sojës me aromë të fortë pas shijeve të qytetarëve Edo. Salca e sojës skudari nga Kansai u kundërshtua nga salca e sojës Giavari, e cila ishte ekuivalenti i salcës moderne të sojës. Qendrat e lulëzimit të prodhimit të salcës së sojës nga ajo kohë ishin qytetet Noda dhe Choshi në prefekturën Chiba. Ata janë të vendosura në tokën e gjerë rafshanës së Kantos, ku shtrihen fasulet e sojës dhe gruri dhe kishin avantazhin e rrugëve ujore, si Lumei, Tone dhe Edo, dhe kështu bën qendrat e prodhimit të salcës së sojës në Kanto. Ato janë ende rajonet më të mëdha të prodhimit për salcën e zakonshme të sojës. Ndërkombëtarizimi i salcës së sojës japoneze filloi në epokën Edo. Japonia ishte atëherë në periudhën e saj të izolimit kombëtar, por tregtia u lejua midis Nagasaki dhe Holandës si përjashtimi vetëm. Anijet holandeze dhe anijet kineze filluan të transportonin salcën e sojës japoneze në kontinentin kinez, pjesë të tjera të Azisë Juglindore dhe deri në Holand. Salca e sojës e eksportuar në atë periudhë kishte salca lokale e sojës e prodhuar në Sakai të Osakës, në Kyoto dhe në Kyushu. Përveç transportit në fuqi, duket se është dërguar në shishe prej Baltit dhe quajtura shishe kompura. Pas kësaj, salca e sojës u pëlqye në mbar botën si dhe erëza e gjithanshme. Është populariteti i bashkuar me brumin aktual të ushqimit japonez për të vendosur salcë soje në tavolinat e vakteve anë mban botës. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vajit të arganit. Vaji i arganit është bërë i famshëm për përfitimet shëndetësore të shumta që ai ka. Ajo që bën këtë vaj kaq të dobishëm është përmbajtja e lartë e vitaminës A, C dhe E, antioksidantëve, acidit linoleik dhe acide yndyrore omega 6. Kur aplikohet nga jashtë ndihmon në rigjenerimin qelizor e si rrjedhoj në lëkurë flok më të shëndetshëm. Vaji i arganit mund të përdoret për kozmetik dhe kulinari, për të përmirësuar gjithçka që nga pamja e lëkurës deri te shëndeti i zemrës. Shërimi i akneve. Triterpenoidet që gjenden në mënyrë natyrale tek vaji i arganit ofrojnë përfitime fantastike shëndetësore për lëkurën, përfshirë dhe trajtimin e akneve dhe shërimin e shenjave si pasojë e tyre. Studimet kanë vërtetuar uljen e niveleve të yndyrës në lëkura të yndyrshme dhe përmirësimin e pamjes së përgjithshme. Vaji i arganit ka përqendrim të lartë të acidit linoleik, ndihmon në reduktimin e inflamacionit të shkaktuar nga aknet dhe ndihmon shërimin e qelizave të lëkurës që janë dëmtuar. Lufton dermatitin. Ekzema ose dermatiti është një gjendje e zakonshme lëkurës e karakterizuar me lëkurë të inflamuar. Vaji i arganit është i njohur për efektivitetin që ka për shqetësimin e skuqjeve dhe kruarjes, duke hidratuar lëkurën dhe forcuar barrierën e saj. Vaji përmban acide yndyrore esenciale si acidi oleik, acidi linoleik dhe acide yndyrore omega 3 që ndihmojnë në hidratimin e lëkurës, duke mbrojtur në këtë mënyrë integritetin e saj. Redukton plakjen e parakoshme. Siç u përmend, vaji i arganit përmban një nivel të lartë të acideve yndyrore. Në fakt, është i përbërë nga 80% acide yndyrore, që lufton shijat e plakjes së parakoshme. Përdorimi i rregullt i vajit është provuar në reduktimin e thellësisë dhe shpejtësisë së rrullave, si dhe për spehjen e njollave të moshës, duke rivendosur elasticitetin e lëkurës dhe duke rritur normën rigjeneruese të qelizave të shëndetshme të saj. Siç thamë më sipër, vaji i arganit përmban një nivel të lartë të antioksidantëve që ndihmojnë në mbrojtjen e dëmtimeve të lëkurës, flokëve dhe thonjve, të shkaktuara nga rrezatimi ultraviolet. Melanina, që është pigmenti në lëkurë që ndihmon në mbrojtjen nga rrezet ultraviolet, është shumë e rëndësishme për një lëkurë të shëndetshme. Vaji i arganit është një inhibitor i biosintezës së melaninës, pra normalizon
qelizat e lëkurës që kanë më shumë melanin, duke mbajtur të shëndetshme dhe të mbrojtur nga rrezet ultraviolet. Aplikimi i vajit të arganit në lëkurat e dëmtuara nga rrezet ultraviolet mund të zbejë njollat nga djedhi dhe shërojë lëkurën e tharë nga mbi ekspozimi nga djedhi. Ul kolesterolin. Vaj arganit që përdoret në kuzhinë, kur përdoret për të zëvendësuar një vaj tjetër më pak të shëndetshëm, mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Kombinimi unik i sterololeve të bimëve të gjetura në vaj bllokon përthithjen e kolesterolit të keq nga trakti intestinal. Qetëson gjendjen e artritit dhe reumatizmës. Ky vaj konsiderohet shumë i dobishëm për gjendjen e artritit dhe reumatizmës. Flavonoidet të pranishme në vaj kanë veti të fuqishme antiinflamatore për shqetësimin e dhimbjeve dhe entjes nga artriti. Ndihmon tretjen. Vaj arganit që përdoret për kuzhinë përmban përbërës organik që kur shtohet në ushqim, rrit përqendrimin e pepsinës në lëngjet e stomakut, duke përmirësuar tretjen. Pepsina është një enzim e rëndësishme në lëndun e stomakut që rrit proteinat e gjendura në mish, vezë dhe produktet e bulmetit. Tretje më e mirë do të thotë më shumë energji, më pak uri dhe një trup më i shëndetshëm. Ndihmon në parandalimin e kancerit. Ka pasur shumë studime lidhur me aftësinë e vajit të arganit për të luftuar qelizat kancerogjene dhe sëmundje të tjera. Niveli i lartë i antioksidantëve ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës nga radikalet e lira, që mund të çojë në kancer të lëkurës. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 30 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të nisë me vranësira të dendura dhe rreshje shiu në shumicën e qyteteve, ndërsa në zonat malore verilindore priten rreshje dëbore. Gjatë pasdites rreshjet e shiut do të vazhdojnë kryesisht në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa në veri priten intervale të shkurtra pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 janar do të jetë rreth orës 6:48 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 8 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 2 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 10 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 7 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 10 gradë Celsius. Berat 6 deri në 13 gradë Celsius. Korçë -1 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 14 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 30 janar 2026 do të jetë në ndikimin e vranësirave dhe rreshjeve të shiut, ndërsa në disa zona priten rreshje dëbore. Paraditja do të karakterizohet nga mot i vrenjtur dhe rreshje të her pas hershme shiu, ndërsa në zonat më të larta rreshjet do të jenë në formë bore. Pasditja nuk sjell përmirësime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 9 gradë Celsius.
Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 janar 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 janar do të jetë rreth orës 6:46 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 1 deri në 5 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 4 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 5 gradë Celsius. Pej 0 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 2 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan 1 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 2 deri në 6 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 8 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju mund ta ndiqni në Facebook, Instagram, TikTok dhe Twitter. Ndërsa nëse dëshironi të ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.